Ndoshta nuk i fal namazet më në kohën e tyre. Kurani qëndron i lanë në një skaj fare i paprekur. Namazi i sabahut dhe namazi i natës janë bërë të huaj më për jetën tënde. Ke rënë përsëri në mëkate që i patë premtuar Allahut xhalleshanuhu se ke për t'i braktisur. Zemra jote ndjen ngushtësi nga errësira e këtij rrugtimi. Dyert e Allahut dhul xhelal nuk mbillen as edhe një herë. Ai të pret kthehesh, i gëzohet pendimit tënd. Kthehu me zemër të penduar dhe beso me bindje të thellë, me bindje të plot se Allahu ka për të pranuar. Do ta ndjesh qetësinë dhe dritën e zemrës përsëri. E di se rruga nuk është edhe aq e lehtë, nga se mëkatet e shumta e kanë rënduar bajgësi shumë zemrën tënde. Por merr hapin e parë. Shiko, fillo me ruajtjen e namazit në kohën e tij. Sa dëgjosh ezanin, nxito me njëherë për në xhami për të falur. Namazin bëje prioritetin kryesor të jetës tënde. Kur të ndjesh se shpirti ka filluar të kërkojë më shumë, atëherë shto një lexim të Kuranit çdo ditë në jetën tënde. Pastaj rritet devotshmërinë tënde dhe këtë bëje hap pas hapi, derisa zemra jote të gjallërohet dhe të fillosh përsëri të ndjesh gradualisht ëmbëlsinë e imanit në zemrën tënde. Dije se Zoti o Allahin gjithmonë është duke të pritur. Dije se Zoti o Allahin gjithmonë është duke të pritur. Ndërsa ti vetëm bëje hapin e parë.